Gjyqi në ngarkim të biznesmenit Arben Froku, akuzuar për vrasjen e komisar Dritan Lamajt, është imbuluar nga misteri, pasi prej seancash ai zhvillohet me dyert të mbyllura. Avokatët mbrojtës të Frokut sqarojnë për Ora News se në çfarë ndodhet procesi. Sipas Genc Gjokute, prokurori gjatë hetimit ka shkelur procedurën. Ai i cili son të stisur dëshminë e Fatmir Vladit, dëshmitari i cili pretendon se ka parë Arben Froku në makinën nga ku u qellua mbi ish oficerin. Më duhet të them që dëshmitari, për shembull, nuk kishte të qarta gjeneratetet e tij, ose dëshmitari nuk dinte ditën e ngjarjes. Element thelbësor, shumë të thjeshtë, por shumë domethënës në rastin konkret. Çka atë dëshmi e bën të pavlefshme. Tonin Prendi ndalet në një tjetër moment. Ai ka sqaruar se dëshmitari nga kamerat e sigurisë nuk arrihet të dallohet në vendngjarje. Organi i akuzës të na e përcaktoi se ku është ky person i mbrojtur në filmimet që janë shfaqur përpara gjykatës, pra filmimet të vendit të ngjarjes. Ka rezultuar që pas dëshmisë së dhënë nga ky person, organi i akuzës nuk ishte në gjendje që ta përcaktojë vendodhjen e këtij personi. Avokat Gjekuta i cilëson punën e prokurorisë të dobët në rastin e dëshmitarit. Ai thotë se prokuroria duhet të kërkonte që në fillim të hetimit sigurimin e dëshmisë përballë gjykatës. Ky hap do të hidhte poshtë çdo lloj dyshimi që Fatmir Vladi mund të jetë manipuluar gjatë hetimit. Ky dëshmitar i mbrojtur, në rast se do të ishte real, lehtësisht prokuroria do të merrte dhe do ta nxitej përpara një gjykate të bënte sigurimin e provës siç bëhet në të gjitha rastet në ngjarje të tilla. Pra ky dëshmitar që në fillim të ngjarjes të merrej në praninë të mbrojtjes, të nxjerrej përpara një gjykate dhe gjithë kjo histori do të ishte tejkaluar tashmë dhe gjykimi do kishte mbaruar. Seanca e fundit e këtij procesi gjyqësor u shtyp pasi pati debate të forta mes palëve në proces, duke përfshirë edhe gjykatën, prokurorin dhe të pandehurin.